Në 5 vitet e fundit, ajo çfarë qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe ju si gazetar, duhet të informoni dhe për këtë bashkë me kolegën tim Arlind Mandxuka e kemi një mega file të gjitha blerjeve, shitjeve, kontrata të energjisë elektrike për vend edhe për furnitor që nga viti 2008 do jetë Vorrei që I ka përdorur të njëjtat edhe në rastin e Agip Krasniqit. Konferenca e 1%-shit e Armend Mujës, ko ka kun edhe me Arlindin, me ekspertin e propagandës. Sot nuk po folim vetëm për thashëthemet në Facebook. Po flasim për një ish deputet në fakt të pozitës për Armend Mujën, që dolin këtë konferencë për të na bindur se importi nga Serbia është me pak se 1%. Dhe se me 28 nëntor, ditën kombëtare të popullit tonë, Kosova pas ka qenë e pastërt bashkëciloti. Armend Muja thot importi nga Serbia në vitin 2025 është më pak se 1%. Unë më ndëgjoj. Pjesëmarrja e Serbisë në tregun gjatë importit të energjisë elektrike në vitin 2025 është më pak se 1%. Kjo letër t'i vjen bukur. Edhe në konferencë Armend Muja duket heroik. Edhe ashtu nga Mitrovica. Por le ta pyesim thjesht. Përveç kësaj tabelës që provon me sill me Horvat, a ka diçka tjetër? A ka shifra muj për muj? Sa energji është importuar? Ose edhe ditë për ditë nëse ta. Edhe javë për javë, nga cili shtet është importuar? Dhe përmes cilit furnitor mbi gjitha. Kjo është e rëndësishme. Se besoj që kë ka të tilla me I publiku. ERA, kush e kupton, ERA, sot po e mban madje edhe planin vjetor të energjisë për 2025. Po e mban konfidenciale. Ndërkohë që vetëm në 2024 janë importuar mbi nga tregu I hapur. Prandaj jepshin zër në mëzërejës. Pra, ne nuk kemi transparencë plot, por kemi një përqindje magjike në konferencën e famshme të Mujës dhe Mandxukës. Me pak se 1%. Aty referoheshin. Dhe edhe po të ishte fiks 1%, siguria kombëtare e Kosovës nuk matet me numra kozmetike. Në Armend, s'matet. Një shtet që varet nga importet me dime, nga importet çfarë për cilave varet Kosova, domosdoshmërisht është I ekspozuar edhe nëse atë ditë të veçantë skaneri propagandës të tregon se është 0% Serbi. Tanë të kthehemi pas. Në 22 mars 2023, ky është Armend Muja, I njëjti, dhe të thot publikisht se Kosova ka krijuar varësi të importit të energjisë nga Serbia. Dhe se nga viti 2006, në ato termat propagandistik time, thoshte deri në vitin 2021, janë paguar rreth 556 milionë euro për energji nga Serbia. Atëherë Serbia ishte problem. Atëherë shifra ishte e madhe. Dhe I duhej veves për të sulmuar qeveritë e kaluara. Partinë, kryesisht partinë në cilën ka qenë Armend Muja. Partinë Demokratike. Ndërsa në këtë konferencë, para zgjedhjeve të 28 dhjetor, e njëjta Serbi magjikisht bëhet me pak se 1%. Dhe pa pritmas nuk qenë ka më problem. Pra pyetja për juve, po dhe për neve, si qytetar, është kjo. A ka ndryshuar struktura e tregut apo ka ndryshuar vetëm fushata? 28 nëntori si per detymi. Muja thas. Pika e parë. Akuza se me 28 nëntor Kosova po importon. Dëgjojnë. Kosova po importon energji elektrike nga Serbia. Qytetarë nderuar të Kosovës, kjo është e pavërtetë. Për t'ja ndihmuar këto që tha Muja, edhe kosti del
dhe sharojnë që atë ditë nuk ka posë furnizim nga EFT Serbia. Bravo. Sinkronizim e tëra. Mirë. Edhe nëse e marrim të mirë qenë, për atë ditë të vetme, për atë interval orësh, siguria energjetike në një shteti nuk matet me një datë, me një datë festive. Që këta din me zgjedh me kujdes për komunikata, për konferenca, shtypje, të gjitha në format patriotike, si sta din mi boni për me propagande. Një vend vlerësohet si pas bilancit djetur, sa prodhon, sa importon, sa paguan, dhe sa i ekspozuar është në momente krize. E apo ju duket juve se s'kemi pas momente krize për këto 6 vjet? Së besoj. Prandaj, kur zotri muja, e redukton debati në 28 nëntor dhe në 1%, ai nuk po na jep qetësi, por po na largon nga thelbi. Dhe si gjithmonë, vim tek edhe më e famshmi atyre, farin e kandidative. Akterë që sot dalin në intervista edhe akuzojnë për energji, i kanë kontratat që ata kanë pas përgjegjësi të drejtë për drejtë. Pjesa tjetër e kësaj konference ishte një listë e gjatë emrash. PDK, LDK, KEC, Vukhamović, NOA, GEM, kontratat e vitit 2008, 13, 17, 18, të renditura të gjitha. Kanë pas mundësi, kanë pas ku, po le t'i përdorin të Nagiv Krasniqi, le t'i largojnë si fakte. Sepse po, është e vërtet. Qeveritë e kaluara kanë marrë vendime, edhe të dëmshme ndoshta. Kanë nënshkruar kontrata me kompaninë që lidhen me Serbinë, ndoshta. Me oligarkët të rajonit po ashtu, ndoshta. Për mbulimin e humbjeve në veri, me qindra miliona euro kosto. Ndoshta. Por, Armend, kjo në qënë të pyetja kyçe. Pse veve pas 6 vitesh në pushtet, e ende flet si opozitë blogurt? Pse të rëllon konferencë të grupi parlamentar? Keni pasur ku fuqi politike, besa qeverit vetme, ju vesh në tyre tash qeni. Po 50 një kun me konferencat plota. Nëse kontratat me Vukhamovićin, me EFT, me Genin, e dinti me ambasadorin, janë krem. Pse nuk kemi akt akuzat e qarta dhe konfiskim pasurie, por vetëm konferenca para zgjedhjeve? Një bocili dhe keja dy burë, që para zgjedhjeve dhe ke fliste për rasit e pas luftës. NOA Energji, kush e trashëgoi, kush e mbajti? Të këtu, kjo Armend Muja, thot, NOA erdhi në Kosovë në vitin 2018 përmes një kontrate me kostën ndëgjeni vetë. Kush e solli NOA në Kosovë? NOA në Kosovë ka ardhur fillimisht përmes Kostit. Kosti ka nënshkruar një kontratë për mbulimin e humbjeve në veri me NOA Energji. Kontrata është nënshkruar me 15 janar të vitit 2018. Në rregull, le ta pranojmë këtë si të saktë. Për këtu lind pyetja. Nëse NOA është problem, pse qeveria Kurti nuk e ndërpreu më njëherë këtë logjikë? Dhe një kontrata e dytë është nënshkruar me 11 tetor të vitit 2021. Pse qeveria Kurti nuk propozoi një model të ri, 6 vjet në pushtet? Nuk e pastroi tregun nga kjo lloj të gjalleku, thujza. Armend, se këtu s'kemi të bëjmë akreditime. Nuk mjafton të thuash sa të këqij kanë qenë ata para nesh. Si i bjen, sikur po thu, ata kanë vjedhur më shumë se na. Qytetarit i intereson kjo. Çfarë keni bërë ju, realisht, prej vitit 2020 deri sa flasim sot? Ristrukturimi i tarifave përmes ZRE, që ka qenë veprimi i parë, dhe dyta eficienca e energjisë, janë dy veprime që të mundesh me ndërmarrë për me e ul konsumin e anvisrive dhe potencialisht me balancu, në mënyrë që Kosova mos ketë nevojë me importu energji elektrike.
373-400 milion euro. Shifra pa dosje. Muja përmend një Denver prej rreth 373 milion euro. Ka kontratat për mbulimin e humbjeve në veri. Shifra tingëllon e frikshme. Dhe nuk po paragjykojmë. Ndoshta është reale. Por nëse është reale dhe është vërtet dem, atëherë kjo nuk zgjidhet me konferencë, por me dosje në prokurori. Po atje nuk shkojnë të tjerët, po shkojnë njerëz të ju. Me hetime të thelluara, me akta akuza dhe gjykime publike. Me gjykime nga gjykatat, jo nga ju. Deri sot, qytetari sheh më shumë konferenca për media se sa vendime gjykatash. Tash, me një keni me ngaren me thonë gjykatat, sistemi i drejtësisë është i kapur. Nuk qëndron. Importet nën vetëvendosjen, ja çfarë dim ka faktet. Vetëm gjatë qeverisjes nga vetëvendosja, vlera totale e importeve i afrohet të më thonë aty me 20 vite të kaluara. Pra, gabimet e vjetra kanë kushtuar shumë. Thojza për themi gabimet e vjetra, se ju bëj konstatoni të tilla. Por as qeveria jote nuk ka qenë pa faktura të shtrenjta. Dhe sa kohë që Kosova nuk ndërton kapacitete të reja, serioze, prodhimi, do të vazhdoj të paguaj qindra miliona, pa marrë parasysh sa rrethuhet 1% në konferenca. Dhe ato kapacitete mi ndërruan të 3 muja, dikush i ka ndërprer për mes mi ndërtu. Jo. Deputetët e kuvendit duhet ta japin ndihmën e tyre duke mos e votuar kurdo që marrëveshja vjen në kuvend. Kurti edhe këtë klika e tij që e kanë dështu kontrol global janë kriminal. Se kanë dështu një 500 megawatt pa një termocentral të ri dhe ende sot ne furnizohemi për termocentrale që janë mbi gjysmë shekullit vjetra. Prandaj kur e dëgjoni në muajin që thot importi nga Serbia është më pak se 1% dhe tjetër në radhë me 28 nëntor nuk kemi importuar nga Serbia, mos e pyesni vetëm a është kjo fjali teknikisht e saktë për atë ditë. Pyeteni a është Kosova sot më e pavarur në aspektin energjetik se para 5 vjetësh, se para 6 vjetësh. Sa kapacitete të reja kemi ndërtuar për prodhim që ta zhvillojmë barazinë nga tregu rajonal. Ku nuk hyn Serbia, se kështu keni dëshirë më sonë. Ku ju nuk e keni lënë me hyn Serbia. Vukamovicin. A janë pastruar oligarkët e energjisë nga zinxhiri i furnizimit, apo vetëm kanë ndërruar partner politik? Derisa përgjigjja për këtë pyetje është jo, atëherë çdo 1% në konferencë është vetëm kozmetik. Edhe kozmetik elektorale. Se po bëhet fjalë për të farë konferencash para zgjedhjeve të jashtëzakonshme nacionale. Ne këtu, bashkë me kolegë, nuk e kemi luksin me qenë të majtë. Të gjastë disa, por edhe të tretë ju. Detyra jonë është me ju thonë Kosova sot është ende e varur nga importet. Është ende ekspozuar në tregun rajonal. Dhe fatkeqësisht është ende e kapur nga interesa oligarkesh në energji, pavarësisht kush flet në konferencë. Albin Kurti, Armen Muja, Arlin Mandxuka, Adriana Mihajli, Anagi Krasniqi pej gjykate, a kush të tjetër. A Martin Berisha, sa harrova gati. Dhe pyetja nuk është sa përqind shkruan thojza sebi në fakturë. Pyetja është kush do ta marrë çekaunin që kiçim, që të popullit. Dhe ti coptoj një herë mirë zinxhiret e kapjes energjetike të Kosovës. Deri në episodin e ardhshëm, eventualisht deri në konferencën e ardhshme, të ndukujt prej ish pushtetit, mirupafshim, Kosova ime, shqiptarët mirë.